Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell mënyrën se si përgatis unë lakër turshi në një mënyrë shumë thjeshtë e cila gjatë gjithë dimrit nuk do zbutet dhe do kemi një rasoj shumë të mirë, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni video në vazhdim. Ky është kopshti tek familja ime në fshat, që shihni lakra, bio, shumë të mira. Fillimisht bëjmë vedjen e lakrave, i largojmë pak këto fleta, dhe në ose një shike, ja largojmë pjesën e poshtë, ja projmë këtë një. Shumë të mira, këtë mënyrë bëjmë vedjen e të gjithave. Filloj me përgatitjen, pasi kam bërë mbledhjen e gjithë lakrave, i kam larë mirë dhe tash ja largoj këtë pjesën e fortë se cilës lakër, këtë pjesën e koqanës, ndryshe si që njihni, dhe te kjo formoj një vrim të madhe gjeri në mes të lakrës e formoj vrimën, shto, sepse do ja hedhi në mes kripën, kripa pa tjetër duhet jetë e krash, ja largojnë edhe këto dy fletat e para se cilës lakër dhe ja bëjmë një vrim në mes. Unë gjithsej kam rreth 25 kg me lakër, jam duke i vendosur në një enë 40 litrëshe. Qofse e përgatitni në një enë më të madhe, atëherë vetëm se 2 fyshoni, 3 fyshoni masat e lakrës atë sa keni nevojë që të përgatitni. Kam formuar vrimt, ja pra kështu duhet janë vrimat. Gjithashtu na duhet dhe një lakër e kuqe. Lakra e kuqe na nevojitet që t'i japi një ngjyrë më roze rasojit, dhe lakrës së kuqe ja formojmë ashtu një vrim, te këtë gjitha veprojmë këtë mënyrë, ja largojmë dy fletat e para, ja largojmë pjesën e fortë dhe e formojmë një vrim tek pjesa e fortë. Në mënyrë të njëjtë veprojmë me gjithë lakrën. Dhe lakrës së kuqe ja kam formuar vrimën, tash vazhdojnë atutje me gjithë lakrat e tjera duke vepruar në mënyrën e njëjtë, duke ja largu dy fletat e para dhe duke i larguar pjesën e fortë, duke ja formuar një vrim në mes. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë. Gjithë lakrave ju kam larguar këtë pjesën e fortë dhe ju kam formuar në mes një vrim, tash ju hedhi tek vrima krip. Krip pa tjetër duhet që t'i hedhim krip të trash, kështu i mbushim me krip, dikon 3-4 lugë gjelle në secilën lakër. Kripa ndihmon që mos të zbuten lakrat, kështu duhet gjitha t'i mbushim mirë me krip tek vrima. Ase se nuk u donë që të përgatiten me krip të i, pa tjetër duhet jetë kripa e trash. Pasi kam bërë mbushjen e lakrave me krip, atëherë do i vendosit tek burja plastikës, si që kam cekë dhe në fillim, është 40 litrëshe, ena pa tjetër duhet që t'je larë shumë mirë me ujë valë të nxehtë, se për ndryshe lakra do zbutet dhe turshia do dështoj. Tash i vendosim kështu, drejt që mos t'ju derdhet kripa. Në këtë mënyrë e mbushim gjithë burën me lakrat e mbushura me krip. I vendosim në këtë mënyrë gjithë lakra.
Kurse lakrën e kuqe dhe vendosim nga brika e enës. Sepse pas 10 ditësh do e largoj. I nevojitet vetëm sa t'ja japë ngjyrën rasojit, më pas kjo lakër do zbutet, do e largoj nga enë. Pas 24 orëve e hapim enën e plastikës dhe tash të shijes ja përgatisim lëngun. Pasi lakra ka qëndru për 24 orë në enën e plastikës, ashtu e mbuluar, tash ja përgatisim lëngun për rasojin. Këtu në enë kam 5 litra me ujë. Në çdo 5 litra ujë hedhim 1 lugë e gjysmë me të gjellës me krip të trash. Pikon do na duhen rreth 20 litra. Unë 4 herë do përgatis kështu, nga 5 litra do ja hedhi nga 1 lugë e gjysmë gjellës me krip të trash, ase si zguzon që të përgatisim me kripën e in, e përzim kështu që të tretet pa kripa dhe ja hedhim lakrës. Hedhim lëngun e përgatitur. Do na duhen dikon rreth 20 litra. Kemi mbushur gjerin në gryk me lëngun e përgatitur. Tash e mbyllim me kapak. Unë kam 2 kapaka, tillë më mirë të jetë, më fort do mbyllet të shija. E mbyllim mirë dhe përsëri e lajmë për 24 orë kështu, pas 24 orëve do bëjmë përzierjen. Pas 24 orëve e hapim burën e plastikës. Tash marrim një shkop, kështu përgatim, dhe e përzim lakrën. Kështu, nga gjitha anët. 7 ditë radhazi e përzim kështu, një herë në ditë. Besoj se është mirë. Tash përsëri e mbyllim enën me kapak dhe të nesmen përsëri e përzim. 7 ditë radhazi bëjmë përzierjen, kurse në ditën e 10 ja largojmë lakrën e kuqe. Sushia do jetë gati për konsumim pas 3 javësh. Do ketë një rasoj shumë të mirë, se kam ju pëlqyer qofse e përgatisni në këtë mënyrë. Gjithë ju motra që e përgatisni në këtë mënyrë lakër turshi, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.